Luftën mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit po e fiton Kina. Media sociale kineze përmbyten çdo ditë nga mesazhet se e gjithë kjo situatë po shkon në favor të Pekinit. Dhe konflikti në fakt nuk e gjen dhe aq të papërgatitur Kinën, e cila me shumë durim punon prej dekadash, si publikisht ashtu edhe pas kuintave, për të vendosur hegemoninë e saj ekonomike, politike dhe ushtarake nëpër botë. Kina ka vite që përgatitet për këtë ditë, ka punuar për të ulur varësinë nga nafta, dominon tregun e makinave elektrike, baterive, paneleve diellore, gjeneruesit e kontenteve atje janë lejuar të postojnë video të realizuar nga AI, ku tallen haptas me presidentin Donald Trump, vetëm pak javë përpara se Trumpi të udhëtonte drejt Pekinit për të takuar me liderin kinez Xi Jinping. Reagimet online janë ndërmuese, vizita e Trumpit nuk është e mirëpritur, edhe po erdhi kot e ka. Në Kinë, komentet politike janë të kontrolluara rreptësisht, por kur vjen fjala te kritikat ndaj Donald Trumpit, ato kanë marrë dhënë lirisht. Lufta e Iranit nuk është më thjesht një histori e lindjes së mesme. Bllokimi i anijeve në ngushticën e Ormuzit ka trazuar tregjet globale të energjisë dhe pasojat ekonomike po i ndjen Europa, Shtetet e Bashkuara e sidomos dhe rajoni Indo-Pajsorit. Gjithmonë më shumë ekspertë shohin këtë konflikt si një mundësi të veçantë strategjike për Kinën. Thirrja që presidenti kinez Xi Jinping bëri së fundmi për rihapjen e ngushticës së Ormuzit e shpalosi qartë qasjen që Pekini ka ndjekur ndaj luftës SBA-Izrael kundër Iranit. Në një bisedë telefonike me princin e kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, Xi edhe një herë theksoi mbështetjen e Kinës për të gjitha përpjekjet që kontribuojnë në rikthimin e paqes dhe për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes mjeteve politike dhe diplomatike. Por ndërkohë Xi Jinping bëri edhe një koment që duhet lexuar me kujdes. Ngushtica e Ormuzit duhet të mbetet e hapur, aty duhet ruajtur kalimi normal, sepse kjo i shërben interesave të përbashkëta të vendeve të rajonit dhe komunitetit ndërkombëtar. Ndonse deklarata e tij nuk i përmendi në mënyrë të drejtë për drejtë aktorët kryesor të luftës, nuk është e vështirë për të kuptuar se ky apel nuk i drejtohet vetëm Iranit, sepse pas Republikës Islamike këtë rrugë kyçe ujore e kanë bllokuar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Irani ndërmori hapa për të mbyllur ngushticën për pjesën ndërmuese të trafikut detar, që prej nisjes së luftës më 28 shkurt, ndërsa SBA vendosën një blokadë ndaj të gjitha porteve iraniane më 13 prill. Deklaratat e matura të Shis kontrastuan fort me ato të presidentit amerikan Donald Trump, i cili në të njëjtën ditë shkroi në rrjetet sociale: "Unë po e fitoj këtë luftë dhe shumë gjëra po shkojnë shumë mirë. Blokada detare sipas tij do të vazhdojë derisa Washingtoni të arrijë një marrëveshje me Teheranin." Ky është një moment të cilin Kina po e shfrytëzon për t'u paraqitur si një superfuqi shumë më e përgjegjshme për globin, duke preferuar shpeshherë të qëndrojë në prapasken në vend që të jetë në qendër të vëmendjes. Kina po përfiton jo duke bërë lëvizje dramatike, por duke pritur dhe vëzhguar, duke shfrytzuar mundësitë që paraqiten dhe duke i lënë amerikanët të përballen me kaosin. Pekini duket se ka arritur të pozicionohet si një zë i arsyes fal politikës së tij afatgjatë të mos ndërhyrjes në punët e brendshme të vendeve të tjera dhe marrëdhënieve të biznesit me të gjithë aktorët e përfshirë në luftën me Iranin. Kina është partneri më i madh tregtar i Iranit dhe blen deri në 90% të naftës së tij, ndërsa në vitin 2021
nënshkroi një marrëveshje 25 vjeçare partneriteti strategjik gjithëpërfshirës me Teheranin. Në të njëjtën kohë, Pekini ka forcuar gjatë dekadës së fundit lidhjet me vendet e gjirit, përfshirë Arabinë Saudite, Katarin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe mbetet një partner kryesor tregtar edhe për SBA-n dhe Izraelin. Kina ruan marrëdhëniet e mira me SBA-n, Izraelin, Iranin dhe vendet arabe të gjirit. Të gjitha këto vende janë miq tan, edhe nëse janë armiq mes tyre. Angazhimi i saj për mos ndërhyrje ka qenë ndoshta një arsye kyçe, se përse këtë muaj Kina i vuri veto një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që i bënte thirrje anëtarëve të koordinonin përpjekjet e natyrës mbrojtëse për rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Pekini po kështu ka bllokuar tentativa të ngjashme për ndërhyrje në konflikte si Siria dhe Myanmari. Ndryshe nga fokusi strategjik i SBA-s në lindjen e mesme, përfshirë këtu përpjekjet për ndryshim regjimi, prioritetet kryesore të Pekinit mbeten ato ekonomike. Në këndvështrimin e tij, për biznesin është e mirë paqja dhe jo lufta. Ata presin paqe dhe stabilitet. Nuk i shqetëson shumë fakti se kush e fiton konfliktin. Dëshira e tyre është të rikthejnë një mjedis paqësor në lindjen e mesme, veçanërisht rreth ngushticës së Hormuzit. Një përshkallëzim i mëtejshëm i luftës shihet si kërcënim ndaj sigurisë ekonomike dhe asaj energjetike të Kinës, duke e detyruar potencialisht të përfshihet drejt për drejt, pasi më shumë se 40% e importeve të saj të naftës bruto vijnë nga lindja e mesme. Nga këndvështrimi i Pekinit, një përfshirje e tillë do të rrezikonte përpjekjet për të ruajtur ekuilibrin delikat mes Iranit dhe shteteve të gjirit persik. Kina sa kaq ka tentuar të përdor rolin e saj si mike e të gjithëve për të ndihmuar në koordinimin e një zgjidhjeje paqësore të luftës. Megjithatë, pavarësisht aktivitetit të shtuar diplomatik, Pekini është përpjekur ta minimizojë rolin e tij në arritjen e armëpushimit dyjavor mes SBA-s dhe Iranit më herët këtë muaj, ndryshe nga roli që mori në normalizimin e marrëdhënieve mes Arabisë Saudite dhe Iranit në vitin 2023. Arsyeja është se Kina dëshiron të shmangë përfshirje në një marrëveshje paqeje komplekse. Ata përpiqen të jenë ndërmjetës pa marrë përsipër barrën e procesit të paqes. Në fund të fundit, lindja e mesme nuk është një interes thelbësor për Kinën, ndaj ajo ka kapital të kufizuar politik për të shpenzuar atje. Por kjo sipas disa zërave mund të jetë edhe thjesht një fasadë. Pekini mund të ketë planifikuar dërgimin e sistemeve Patriot të mbrojtjes ajrore në Iran, ndërsa një hetim i Financial Times ka zbuluar se Irani ka përdorur një satelit spiun kinez për të shënjestruar baza ushtarake amerikane në rajon. Por edhe pa u përfshirë drejt për drejt në këtë konflikt, Kina në shumë aspekte përfiton sipas analistëve nga përplasja e madhe SBA-Iran. Presidenti kinez po e kalon periudhën e luftës në Iran duke bërë atë që di të bëjë më mirë, të shfrytëzojë me shumë durim shpërqendrimin dhe mosmarrëveshjet brenda Amerikës. Konflikti i dha Kinës mundësinë të rrisë influencën diplomatike, kapacitetet në energji të pastër dhe informacionet mbi ushtrinë amerikane, pa shkrepur vetë asnjë plumb dhe pa shpenzuar asnjë dollar. Pasojat e luftës kanë prekur zinxhirët e furnizimeve, sigurimin e energjisë, rrezikun gjeopolitik, garën për inteligjencën artificiale dhe armët e avancuara.
Edhe nëse përparohet në bisedimet e paqes mes SBA-s dhe Iranit, shqetësimet që kanë pllakosur situatën në ngushticën e Hormuzit vazhdojnë dhe dëmi strategjik tashmë është bërë. Nga ana tjetër është dhe aspekti ushtarak, që mund t'i shkaktojë frikë planifikuesve të Pentagonit. SBA-ja përdori rreth 80% të arsenalit të saj të raketave me avion të padukshëm Jasmer në luftën me Iranin, duke transferuar stoqet nga paqësori për t'i përdorur atje. Konflikti shteroi rezervat amerikane të raketave Tomahawk dhe Patriot, si dhe ato të interceptuesve THAAD dhe dronëve. Pekini nga ana e tij mori një leksion master i falas mbi luftën moderne amerikane. Si e përdor SBA-ja inteligjencën artificiale për të shënjestruar objektivat, si funksionon rotacioni i grupeve të aeroplan mbajtësve, si dronët e lirë iranianë arrin të konsumojnë edhe interceptuesit më të shtrenjtë. Për planifikuesit kinez që po shohin mundësitë e një pushtimi të Tajvanit, kjo ishte një super dhuratë, shumë më e vlefshme se çdo simulim. Kina rezulton fituesja më e madhe edhe nga pasojat e ndërprerjes së lëvizjes në gjirin e Hormuzit. Kur furnizimet me naftë dhe gaz përdoren si armë, vendet që varen nga importi marrin shtysën të përshpejtojnë investimet tek energjia e rinovueshme. Kina zotëron mbi 70% të zinxhirëve global të prodhimit të diellit, erës, baterive dhe automjeteve elektrike. Sa më gjatë të vazhdojë bllokimi i gjirit të Hormuzit, aq më e madhe bëhet varësia globale ndaj Kinës. Lufta shërbeu si një test për strategjinë energjetike të Pekinit. Gati gjysma e importit të saj të naftës kalon përmes Hormuzit, por Kina është 85% e vetë mjaftueshme në raport me energjinë. Energjia e rinovueshme dhe ajo bërthamore ka përcejnë tashmë 20% të konsumit total të energjisë në këtë vend, duke e spostuar naftën në vend të dytë si burim kryesor. Rezervat strategjike të naftës për çdo rast Kina i ka të mbushura plot. Ndërkohë, edhe optika diplomatike nuk mund të kishte qenë për Pekinin më e favorshme se kaq. Ndërsa Trump kërcënonte Iranin me bombardime që do ta ktheni në epokën e gurit, Pekini ndihmonte në heshtje Pakistanin që t'i ulte të dyja palët në tryez në Islamabad. Kjo bëri që kryeqytetet nga Riyadhi deri në Xhakarta të mendoheshin dy herë tani se me cilën superfuqi duhet të lidhen. Aleatët e SBA-s e panë Washingtonin t'i tërhiqte asetet e mbrojtjes raketore nga Korea e Jugut, t'i linte zbuluar miqtë e saj në Azi që të mbështeteshin tek sistemet Patriot dhe të zhvendoste fuqinë detare nga paqësori në gjirin persik. Mesazhi që mbërriti në Seul, Tokyo, Canberra dhe Taipei ishte i qartë. Angazhimet amerikane nuk janë më të sigurta e të pakushtëzuara. Zyrtarët kinez kanë vazhduar të pohojnë se dëshira e Kinës është që lufta të përfundojë sa më shpejt. Por nga ana tjetër duket se ja përkodhel shumë sedrën fakti që teksa SBA-ja po përshkruhet si impulsive, vendet në mbar botën po i drejtohen Kinës për një ndjesi stabiliteti.